Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë ligj që në këtë botë të ekzistojë shëndeti dhe smundja. Sepse në këtë mënyrë do të vlerësohej mirësia e shëndetit. Nëse nuk do të ekzistonte smundja, nuk do të vlerësohej mirësia e shëndetit. Por Allahu i lartësuar me mëshirën e tij shëndetin e ka bërë më shumë se sa smundja. Pra po të shohim tek njerëzit, por edhe tek kafshët, do të konstatojmë se shneti dominon. Smundja është në pakicë, është më pak. Përveç kësaj, Allahu i lartësuar me mëshirën e vet ka vënë edhe ilaçe për çdo smundje. Çdo smundje ka ilaçin e vet. Por mund të ndodhë që njerëzit ta njohin ilaçin dhe ndoshta nuk e njohin ilaçin. Për shembull, në kohën tonë janë zbuluar ilaçe për shumë smundje të rrezikshme, të cilat më përpara nuk kanë patur mjekim dhe shkaktonin vdekje në masë. Pritet që në të ardhmen të zbulohen ilaçe për smundje të cilat në kohën tonë nuk kanë ilaç dhe janë vdekjeprurëse. Në fakt çdo smundje e ka ilaçin e vet, me përjashtim të pleqërisë, e cila nuk ka ilaç. Se Allahu i lartësuar e ka bërë ligj jetën dhe vdekjen, edhe njerëzit të gjithë kanë për të vdekur. Kështu që vdekja nuk ka ilaç, pleqëria nuk ka ilaç, por ama smundjet, çdo smundje e ka ilaçin e vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Tadawu ibadallah, fa inna Allaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'a illa al-haram." Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mjekohuni o robërit e Allahut, sepse Allahu i lartësuar nuk ka vendosur ndonjë smundje, vetëse ka vendosur ilaçin e asaj smundje, me përjashtim të një gjëje të vetme, që është pleqëria, e cila nuk ka ilaç. Atëherë, ky hadith së pari na këshillon që të mjekohemi. Në qoftë se njeriu ka një smundje dhe ekziston një ilaç për kurimin e kësaj smundje, sipas hadithit është e pëlqyeshme, është e mirë që të përdoret ilaçi për kurimin e smundjes. Pra këshill profetike që të mjekohemi. Të mos thot dikush me fjalë që un po i mbështetem Allahut dhe s'po përdor ilaçet. Jo, duhet me rujt shnetin dhe duhet me luftuar smundjen e me përdor ilaçet, me u mjekuar, me shkuar tek mjeku. Po profeti është mjekuar, është edhe vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mjekuar, ka përdorur ilaçe. Madje është një temë e gjerë e cila njihet mjekësia profetike, po për këtë pjesë do të flas pak më pas inshallah taala, por le ta shpjegojmë, domethënë, ti shpjegojmë fragmentet e hadithit sepse është shumë i rëndësishëm. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na jep urdhër që të mjekohemi përderisa smundja dihet kush është dhe përderisa ka një ilaç, ka një mënyrë për mjekimin e saj, ka një kur për të. Atëherë është e pëlqyeshme, është e rekomandueshme sipas hadithit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me marr trajtimin mjekësor dhe me u kuruar prej asaj smundje.